Rreth 2000 vizitorë në ditë në bregun e Ohrit jashtë sezonit, të cilët do të sjellin mbi 85 milionë euro të ardhura, paralajmëroi kryeministri Mickovski gjatë ceremonisë së fillimit të rikonstruimit të aeroportit të Shën Apostol Pavle në Ohër. Ai tha se po negocion me një numër të madh operatorësh turistik që të sjellin turistë të organizuar në bregun e Ohrit dhe me një prej tyre marrëveshja është gati për të nënshkruar. Анализите покажуваат врз основа на досегашната соработка со овој туроператор дека гостите кои што тие ги носат дневно трошат, вклучително со сместување и останатите трошоци, просечно околу 170 евра, што ќе каже дека надвор од сезоната ќе имаме само во туризмот и угостителството на Охридското крајбрежје отприлика околу 85 милиони евра, што мислам дека ќе биде додадена вредност за економијата во овој регион. Për kryeministrin, rikonstruimi i aeroportit të Ohrit është një moment historik. Ai parashikon rritje dyshifrore të numrit të pasagerëve këtë vit në 2 aeroporte. Zëvendës kryeministri dhe ministri për transport Aleksandar Nikolovski shpreu shpresën se hapja e pjesës së rikonstruar të aeroportit të Ohrit do të bëhet në korrik. Ова практично се случува во оваа големина и на овој начин прв пат откако аеродромот е изграден. После добивањето на концесијата од страна на ТАВ се прошири и се модернизираше аеродромската писта, а сега еве прв пат имаме сериозно проширување, надградување и реконструкција на аеродромот, што треба да донесе 4500 метри квадратни функционален простор, што е некаде зголемување за 2500 квадрати од постојниот простор. Sipas drejtorit të përgjithshëm të TAV Maqedoni, Nexhat Kurt, gjatë punimeve të ndërtimit, funksionimi i aeroportit do të vazhdojë pa ndërprerje. Ohrid, as you all know, is the heart of Macedonian tourism, a place of history, natural beauty and warm hospitality. I truly believe it can shine even brighter on the world stage, welcoming more visitors to experience its charm. We are proud to play our part in nurturing that growth and supporting the community that makes this region so special. TAV po investon 2.7 milionë euro në rikonstruimin e aeroportit të Ohrit, punime të cilat, siç u njoftua, do të japin aeroportit një pamje krejtësisht të re